Për 3 ditë me radhë në Vlorë u zhvillua kampionati kombëtar i boksit me finalet që u mbajtën para ditën e së dielës. 56 boksier nga 10 ekipe të Shqipërisë matën forcat në këtë aktivitet. Flamurtari në finale u përfaqësua me 5 pesha, Vllaznia me 4, ndërsa Tirana, Teuta dhe ekipi Gladiator me nga 2 pesha. Ariol Zeneli Flamurtarit u shpall boksierin më i miri i kampionatit, ndërsa Vllaznia konfirmoi superfuqinë e saj në rang ekipor, duke fituar titullin e 27. Një titull i ndarë me diferenca shumë të ngushta mes shkodranëve dhe Flamurtarit, i vendosur vetëm nga boksierët e vendeve të treta, pasi Vllaznia dhe vlonjatët kishin numër të barabartë kampionësh dhe nën kampionësh. Kampionati fillimisht ishte planifikuar që të zhvillohej në Durrës, por bashkia e këtij qyteti nuk ishte gati, duke bërë që një ditë përpara nisjes së eventit, gjithçka të merrej përsipër nga Bashkia e Vlorës dhe klubi shumë sportësh Flamurtari. Vlonjatët u konfirmuan me 3 kampion kombëtar: Emanuel Koço 50 kg, Ariol Zeneli 60 kg dhe Renaldo Bishga 90 kg. Flamurtari shënoi edhe 2 nën kampion, Kristian Koço 55 kg dhe Jurgen Tajiri 70 kg. Vlen të theksohet se ekipi kampion për vitin 2025 është shpallur Vllaznia, e cila ka siguruar një vend të tretë më shumë, megjithatë një titull ky, i cili është kontestuar nga Flamurtari.